Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për raportet me Greqinë që kanë qenë kryefjalë në këtë fillim jave pas vizitës së ministrit të mbrojtjes Greqisë Nikos Dendias në Shqipëri. Në pravasken edhe de facto në media është aluduar sipas burimeve nga dyja qeveritë nga Athina por dhe nga Tirana që në qendër të vëmendjes me kryeministrin Rama ka qenë çështja e detit. Kurse me ministrin e mbrojtjes, homologun e tij, Ermal Nufi, de jure ka qenë çështja e sigurisë, kështu sigur e ka bërë njoftimin edhe Ministria Greke e Mbrojtjes në faqen zyrtare, por më shumë rëndësi ka pasur de facto kjo vizitë për çështjen e detit sesa de jure, ashtu sikur edhe grekët shprehin, ndoshta edhe në mënyrë ironike që mund marrin eksperiencë nga Shqipëria për mbrojtjen nga sulmet kibernetike. Do të analizojmë atë që nuk është thënë nga kjo vizitë me historianin Arben Dhalla, me të ftuarin ton, mikun e emisionit ton, me cilin kemi folur më shumë se me këdo tjetër për raportet me Greqinë dhe me fqinjet tanë, njohës mjaft i mirë i këtij trekëndshi këtu Shqipëri, Maqedoni, Greqi dhe jo vetëm, pasi prej vitesh, sikur e kemi thënë edhe në bisedat e kaluara, e ndan jetën mes Shqipërisë dhe Maqedonisë, konkretisht Elbasanit dhe Tetovës, por prej shumë vitesh ka jetuar edhe në Greqi. Zoti Dhalla, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje, gëzuar dhe Bajramin e vogël gjithë shqiptarëve të fesë muslimane. Gëzuar, faleminderit. Zoti Dhalla, si e pat këtë vizitë? Çfarë mori Nikos Dendias në kthimin nga Tirana për në Athinë? Apo iku duar bosh? Duhet kemi një gjë parasysh që Dendias erdhi vetëm për të marrë dhe jo për të dhënë. Pra dihen kërkesat e Greqisë, pretendimet territoriale të Greqisë ndaj Shqipërisë. Kërkesa e parë kryesore është pjesa e detit jon, domethënë ajo marrëveshje që gjykata kushtetuese hodhi poshtë dhe ne nuk kemi çfarë të bisedojmë me Greqinë për një veprim apo për një marrëveshje që është hedhur poshtë, edhe duhet fillohet nga zeroja. Dhe pjesa tjetër është që Dendias kërkoi dhe ndërtimin e 3 varrezave të tjera, sepse 2 realisht ka qenë marrëveshje në kohën kur ka qenë kryeministri zoti Sali Berisha apo zoti Patos Nano bashk, 2 kërkonin 5, 2 kryeministët tani dhanë 2. Dhe ata duan dhe 3 të tjera. Pra nëse doni jugun me varreza greke. Pra, 5 ku dihen trekëndshët që janë, Korç, Përmet, Gjirokastër, Tepelena, ajo pjesa andej, Erseka, dhe ku aty të ketë ja rreth 8000 varre, bosh aq është numri i ushtarëve grek të vrarë gjatë luftës italo-greke, por kjo nuk janë vrarë të 8000 ushtarë grek në territorin e Republikës Shqipërisë, po janë vrarë dhe në Greqi, ose janë plagosur në Shqipëri, kanë vdekur nëpër spitale, mas 2-3 viteve nga plagët e tjera. Dhe Greqia shfrytëzon dhe kërkon 8000 varre. Imagjinoni që 8000 varre bosh të ushtrisë greke në jugun e Shqipërisë, ja 20000 të kërkojnë italianët, gjermanët, të kërkojnë edhe osmanët, të kërkojnë dhe austro-hungarezët, pastaj edhe çfarë bëhet toka shqiptare. Prandaj them, ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm në radhë parë, qeveria jon, kryeministri jon, ministri i jashtëm. Pra Dendi erdhi për të marrë. Ajo që është që nuk u shpreh në publik, sepse gjithmonë Greqia duke kushtëzuar Shqipërinë, duke i gjetur këta të dobët në karakter, këta kryeministrat tanë e ministrat tanë, ka marrë gjithmonë. Por në media përpara takimit është folur edhe për kushtet që Greqia ka vendosur Shqipërisë në rrugën e integrimit dhe për 200.000 shqiptarët që sipas tyre duhet kthehen të njihen si minoritet grek, shqiptarët pra që janë me letra, me dokumenta, me pasaport greke. Mendoni që ka dhe çështje tjera që mund të jenë diskutuar? Edhe çfarë është pranuar nga pala shqiptare? Deri ku do shkojë? Nëse qeveria e Shqipërisë, çdo qeveri dhe kryeministri Rama, ministri i jashtëm, se i kemi ndruar shpesh, kur do bisedojnë me grekët, para se të fillojnë bisedimet, duhet t'ju thënë, hiqeni ligjin e luftës, pastaj urdhoni dhe bisedojmë. Sepse ne nuk mund të bisedojmë bashkë për paqe, për fqinjësi të mirë, ku ju keni një ligj lufte që nga dita në ditë mundet vini një ditë në mëngjes në shtëpia tona me tanke dhe me armë, na shpallni luftë. Pra, na vrisni. Që në fillim, ulemi bisedojmë, po, nuk kemi çfarë të bisedojmë. Hiqeni ligjin e luftës, pastaj hajde të bisedojmë. Kështu duhet të jemi ne shqiptarë. Realisht shqiptarët janë të prerë. Pa këta që na përfaqësojnë si politikë, si duket ta nuk janë shqiptarë, nuk kanë as tradita shqiptare, as zakone shqiptare. Pra këtu fillon gabimi i parë i Shqipërisë që bisedon. Më tej, Shqipëria nuk kërkon asnjëherë zgjidhjen e çështjes Çame,
faljen e Greqisë për genocidin që bëri ish ministri i brendshëm i Greqisë Zervas, pra Napoleon Zervas ka qenë ministri i brendshëm i Greqisë, dhe ai ka për masakrat që kanë kryer dy kryepeshkopët e Greqisë, se kanë qenë ushtarë të ushtrisë së Zervas, Riftrin kanë qenë një pjesë e mi që kryen masakrat në Çamëri, duhet thënë, apo mitropolit. Pra bëhet fjalë për figura të larta të shtetit grek që kanë marrë pjesë në masakrën ndaj popullsisë shqiptare muslimane në Çamëri. Dhe ne duhet